Një 28 vjeçar nga Prishtina është arrestuar në flagrancë nga policia kufitare në pikën e kalimit kufitar Morin, pasi gjatë kontrollit në hyrje të territorit të Republikës së Shqipërisë u gjet një sasi e dyshuar lëndë narkotike e llojit kokainë. Sipas burimeve zyrtare, i riu po tentonte të hynte në Shqipëri, ku shërbimet e policisë kufitare në vijim të kontrolleve të shtuara për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme ndër kufitare ushtruan kontroll të detajuar ndaj tij. Gjatë kontrollet fizike dhe të sendeve personale, u konstatuan dhe u sekuestruan doza të lëndës së dyshuar narkotike. Menjëherë pas konstatimit të rastit, specialistët për hetimin e narkotikeve në detyrim vendor të policisë Kukës bën arrestimin në flagrancë të 28 vjeçarit, i cili tashmë përballet me akuzën e posedimit të lëndëve narkotike. Lënda e sekuestruar është dërguar për ekspertim në laboratorin përkatës me qëllim përcaktimin e saktë të peshës dhe përbërjes së saj, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të Yllëksorit të Përditshëm Kukës për verimin e hetimeve dhe veprimet e mëtejshme ligjore. Policia kufitare e Morinit ka theksuar se kontrollet në pikat e kalimit kufitar do të vijojnë me intensitet me synim parandalimin e trafikimit dhe posedimit të lëndëve narkotike, si dhe çdo veprimtarie tjetër të paligjshme që cënon sigurinë publike.